I kena hyp gomones, udhëtim shumë i rrezikshëm. Kam një restorantin tim, unë bëj punën e kamarierit gjithsesi. Kjo godina ka gati 800 vjet që është ndërtuar. Unë vi nga qyteti Laçit, është një qytet i vogël, ka qenë një qytet industrial. Kam ardhur në moshën 19 vjeçare, bon gati 30 vjet tash që jam në Itali. Patjetër që ka qenë i vështirë, domethënë kur jena nis nga Shqipëria pa dokumenta, si të gjithë shqiptarët, i kena hyp gomones, edhe një udhëtim shumë, domethënë ishte i rrezikshëm, gjithsesi shkoi mirë. Mbastaj vazhduan vështirësitë në një vend të huajt, domethënë nuk njihni asnjë njeri, edhe pa dokumenta, pa punë, pa shtëpi.